Pas shumë kërkesash që ky ftuar ka sjell në redaksinë e 7:05 për qenë prezent në këtë kënd gatimi, ne vendosëm që t'ia plotësojmë dëshirën edhe ta kemi këtu sot për të realizuar një recetë të shëndetshme. Të paktën kështu ka premtuar. Nga takimi i fundit që ka qenë në këtë kënd gatimi, supozohet që është përmirësuar, të shohim sot se sa ka shkuar progresi. Përshëndetje Surian. Përshëndetje Surian. Publiku mezi ka pritur të shohë se sa ke zhvilluar aftësitë e tua të gatimit. Çe pyet, se do bëjmë baklava publiku tash. Jo, do bëjmë baklava, por nuk të beson njëri sepse din shumë mirë që unë nuk ja them nga petët. Nëse ja thua ti, pastaj bujrum, hajde ta shohim çfarë mund të bësh. Nuk duket që unë e qaj baklavan. Nuk duket. Nuk duket. Petaniku me peta. Nuk ka lidhje petaniku me baklavan. A bëhet me peta? Po. Emëruesi përbashkët janë petat. Mirë se të gjej në këtë kënd gatimi. Kënaqësi. Asnjëherë nuk e mendoja që do vije 2 herë brenda një sezoni në programin tënd. Për të gatuar në programin tim në këtë kënd kuzhine. Më lejoni të sqaroj vetëm një fjali, televizioni është një farsë e madhe, unë s'kam kërkuar asnjëherë të bëj pjesë e kuzhinës, më ka marrë me zor sot, edhe më ka marrë zvarr dhe ja ku jemi. Por gjithsesi unë vi me shumë kënaqësi kur jam unë tek bashkëmoderimi, bashkëgatimi edhe sigurisht për dhënë një recetë që është sikur mos mjaftonte nga hëna të premte kur e mendon. Sot Suriani, duke qenë se bën një jetesë shumë të shëndetshme, edhe ka aktivitet fizik të përditshëm, ka zgjedhur që të gatuaj shëndetshëm për gjithë ne. Mund të kishe bërë ndonjë cheesecake, do ishte më i mirë pritur mes nesh, por s'ka gjë, do mjaftohemi edhe me supën që ti ke zgjedhur të bësh. Ti premton të përgatitësh cheesecake nga fillimi deri në fund. Baklava me të vërtetë. Petanikun ose gjelin e detit që është një nga recetat më të vështira për të realizuar siç duhet. Premtimet e opozitës janë këto. Që humbi. Bëhen një ditë, edhe do. Me lejo të sqaroj për publikun diçka. Se kjo është kohë shumë e ngjeshur televizive. Kjo është shumë e vërtetë. Nuk kemi kohë të presim gjatë. Përveç asaj, kështu që ne paraprakisht kemi vendosur që të gatuajmë pak pul. Okej. Kemi marrë një pul të plotë, kemi ndarë. Nuk të ndahet shpirtin nga pula. Jo, është e pamundur, për shkak të proteinave që ka dhe benefiteve, patjetër që pjesë e vakteve duhet të jetë me patjetër. Pra në finale ti do na tregosh edhe një përgatitje të pulës, edhe nga ana tjetër një supë me shparguj. Apo asparag, siç e njeh. E njohin të gjithë ata që mund të drejtojnë marketeve. Pula nuk ka ndonjë filozofi të madhe për të bërë, duhet thjesht marinimi dhe pastaj ti thjesht e vendos për tu pjekur. Ne nuk e përfshim në këtë recetë që do gatuajmë sot. Fokusojmë tek supa. Ke shfrytzuar kohën maksimalisht. Uroj shumë të bësh një punë të pashme se diem që kemi sot në ekip, në kamera, Rimi dhe Besi, më besoj që janë juria më e mirë që mund të kesh ndonjëherë për të shijuar jo vetëm bisedën, por dhe rezultatin final të gjithçkaje. Kështu që Diema, ju lutem sot jeni kritik aq sa duhet. Jam në hapat e parë të transformuar në një MasterChef. Ke organizuar çdo ingredient në mënyrë perfekte. Me vizuale, nëna të marrë në qafë. Po, tani çfarë kemi na tregon? Tani ananas, jo, nuk është ananas, është patate. Kemi patate, kemi qep, kemi speca, kemi pak gjalp, parmigiano reggiano, apo parmigiano, kemi shparguj, apo asparag, edhe këto të tjerë. Pra dhe ti ke zgjedhur që për të shtuar shi e krip, ndoshta mos ta teprosh në përgatitjen e supës, por të shtosh djathtin në fund për shi. E vërtet, nuk e shpjegova sepse mendoj që puna do flas vetë, edhe kjo është arsye pse nuk u zgjata. Tani mirë. Zonjat janë kurreshtare vërtet të shohin dhe zotërin që na ndjekin se ata gatojnë në shtëpitë e tyre, se çfarë do bëj Suriani për ne. Nga nisim Suriani do bëj gati ndërkohë. Ti përvishmi punës? Unë do të ndihmoj se me mik i thon kësaj pune. Me mik i thon kësaj. Do të ndihmoj që ti të nisësh nga përgatitja në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, sepse disa gjëra të vogla do t'i bëj edhe unë. Alma, herën tjetër kur të më ftosh... Po, të sill edhe një shef këtu. Përpoza asaj, sigurohu që nga ora 7:05 deri në 9:30 që mbaron emisioni ynë, duhet jemi vetëm bashkë në kuzhinë me një recetë të saktuar. Shumë pak kohë televizive që unë shpalos talentin. Gjithë talentin tim në kush e di se çfarë do gatuaje ti për 2 orë gjysmë, ajo baklavaja do ishte bërë realitet me sa duket. Do gatuaja për gjithë Vision Plusin, Alma, dhe të gjithë do lëpinin gishtën në fund të... Kurreshtare jam se çfarë do ndodhe me përgatitjen e recetave. Na trego se çfarë po bën aktualisht. Për ta bërë paksa edhe më të prekshme për publikun. Çfarë po gatuan? Më ndihmo me vajin e ullirit, patjetër. Se nuk do bëhet vetë. Mirë, tani, do të marrë një mendim e dashur, sepse nuk e di se sa veta do drekojmë sot, kështu që 2, mendoj që është qep mjaftueshëm apo duhet? Është mjaftueshëm gjysma e qepës. Okej, dakor, më rregull. Masat mund të ndihmoj se
Nuk është kundër rregullave kjo gjë. Si jam shumë mirë me masat, edhe njerëzit thonë ore ky pse nuk vendosi doreza. Doreza vendosi shefat alme dashur. Nuk do të ke hall mos ngatrohesh me shefat. Exactly, pikërisht domethënë. Edhe unë ta sugjeroj që mos ngatrohesh me shefat, se dhe ata nuk duan që ti të ngatrohesh me punën e tyre. Se është edhe periudhë. Do t'rregojmë bujar ngjall. Është edhe periudhë turistësh alma, edhe nuk është mirë që turistët më vjen mua në dorë kur vjen puna tek shërbimi dhe gatimi. Gjithsesi, tani po presim patatën, Alma. Okej. Ti ç'ke bërë mirë ke qenë? Unë kam qenë shumë mirë, më ke parë nga hëna në premtes si jam. Shkoi emisioni. Emisioni shkoi si për herë shumë mirë, Jelo, por më duhej kjo rubrika që të provoja pak nga gatimi që ti di të bësh. Se realisht kaq shumë ke folur për veten. Jo se e ke zakon, po për gatimi flet shumë, thua që je fantastik në gatim, dhe tham që të shohim njerëz se si gatuan. Jemi bërë gjithë si ekip përshtar. Sepse sa herë që ikën në shtëpi në drek, thua, unë do të bëj gatuaj këtë, unë do gatuaj atë. E tham për njerëz shikojmë se çfarë kam mësuar ky djalë që se dim ne. E drejt, ke shumë të drejtë. Jam i sigurt që publiku në këto momente është ulur përballë televizorit, është ulur përballë televizorit edhe po mban barkun në dorë. Po të lutem tani se pastaj do thuash e përgatita unë. E përgatita unë, ndihmova unë. Kam zakon unë të ti marrë merit aty asnjëherë. Asnjëherë nuk ndodh kjo, të lutem tani. Unë jam shumë e fat që ti je në jetën time, pjesë e jetës time, profesionalisht, por edhe personalisht, për ishte të vërtetës. Po nga kjo letër nga doli, mirë. Ajo është për mbështetjen e Alirit, po s'ka gjë, mund të bësh edhe pa të ti, se je profesionist. Sepse rrëshqet kjo gjë, a? Po në shtëpi si gatuan Surjan, zakonisht? Amator, unë kam një cop, gome, është e prerë edhe vendoset kjo, edhe nuk lëviz. Blijet e gatshme, Alma, dhe këtë kam bërë dhe unë. Nuk lodhem shumë për ishtë vërtetë, sepse unë që të gatuaj me shumë pasion dhe dëshirë, se po bëjmë shumë serios, e kam të domosdoshme komoditetin. Në qoftë se unë nuk kam komoditetin për të gatuar, për toj të gatuar. Do prakticitet. Do të gjithë shka për të ta lehtësuar për diçka. Tani më tregot vërtetën, ke gatuar për dikë tjetër deri më tani përveç se për veten tënde? Si jo. Ke gatuar. Për kë gatuan zakonisht? Po varet kush më viziton në shtëpi. Qartë. Gatuam për ndonjë njeri në mënyrë specifike apo? Pra, të vim për vizitë mami, ke gatuar ndonjëherë për mamin, apo? Ja, mami gatuan për mami. Mami gatuan për ty, shumë keq. Imagjino Vijon mami të për mamin kam lar Do të thënë, sa herë shkoj tek familja, i më thot, do mi lash enin, në shtëpinë tënde i lanë vetë, i them, po, pa tjerë të Dhe mirë bën e di pse se shumë nga shefat e kuzhinës që kanë qenë këtu kanë thënë që përpara se të ishin shefa dhe kuzhinier të mirë kanë qenë dhe pjatalarës, kështu që mund ta nisësh edhe nga ty ti. Shumë e vërtetë. Dhe një ditë bëhesh shef dhe ke restorantin tënd dhe kthehesh mbrapa në kohë dhe thua aty nisi në 7-5 gjithçka. Ku nisa me kolegen Alma. Me kolegen Alma Çele dhe unë marr në këtë rast një vlerësim nga ti. Vlerësim, një abonim. Përveç se jo faturë kuzinë restorant. Të përjetshëm që ti të hash pish me veten, familjarët e tu, miqtë e tu. Faleminderit. Gjithmonë gratis. Faleminderit që tani për këtë ofertë. Tani ti do e... Po, unë do bëj gjithkohës vëzhgusin e kapërdisjes së perimeve. Hodhëm qepon, hodhëm patatën e grirë shumë mirë, Surjan, deri tani shumë mirë. Do marrim gjysmën e speci, se mendoj që është mjaftueshëm, por është së vërtetë. Po i ke të gjitha produktet shumë të shëndetshme që ke zgjedhur. Përpos patatës, se patatja është ajo që deri diku edhe na rëndon pak supën, por është nevojshme për atë trajtën homogjene në fund. Sa mirë bëre që ma përmende, jo me kot sot zgjodha të bëjmë një supë me asparag, sepse benefitet e asparagut janë të shumta. Pikë parë është një nga ato bimë që ka nivel të lartë proteine, pra është proteina bimore që ne flasim shumë pak për të, nga ana tjetër ka vitamin K, vitamin B, që automatikisht ndihmon në sistemin ton imunitar. Është edhe antioksidant i fuqishëm. Se ti ke merak shumë virozat, e diu. Fantastik. Po meqense kjo është periudhë drimi temperaturash, Alma, me thënë të drejtën, shumë njerëz janë ndoshta në gjendje jo më të mirë shëndetësore, kështu që patjetër duhet të jetë një supë me asparag, edhe ta konsumojnë. Shparguj nga pazari i tyre javor, bën mirë që jemi gati për specin apo ka nevojë të pak? Gati jemi, gati. Okej, të ndihmoj. Çdo produkt që ti ke gati, mund ta hedhim. Heqim farat zakonisht, po s'ka gjë, do bëjmë ç'do bëjmë sot. Po nuk të mbysin farat, po i thonë se në supë prike, ç'ke. Unë i ha me fara për shembull. Po. Sepse jo më kot janë farat aty. Si gatuan në shtëpinë tënde, si gatuan, se ku i di, ndoshta ti di vlerat e farave.
Më mirë se sa publiku, ndoshta, ka gjasa. E diti që shumë njerëz i heqin dhe farat e shalqirit, e bostanit, pra, por në fund të ditës benefitet janë tek farët, kështu që pse ti heqësh. Po deri tani sallatë bëjmë bostani, nuk e bëjmë supë. Kur ta bëjmë supë, flasim. Më ndihmon me një letër, të lutem? Patjetër. Ta bëjmë praktike këtë bisedë mes nesh. Tani Syria nuk na tregove se për kë gatua. Po na tregon pak se çfarë gatuan. Çfarë gatuaj? Po, zakonisht. Me çfarë mburresh ti, sepse të gjithë ne, unë personalisht kam disa pjata me të cilat bëj si shef tani kur pres njerëz. Po, them t'ju përgatis një supë me asparag, me shparguj. Bëj disa brusketa me karkalece dhe gorgonzola. Bëj gjithashtu një risotto me salmon. Pra kam disa pjata me të cilat hiqem si shef në shtëpinë time. Asnjëherë s'na i bëre ti këto, po. Po s'ka gjë, nuk ti kam gatuar ty, po i kam gatuar miqve tjerë. E kuptoj. Tani, ti çfarë gatuan? Unë krenohem me çfarë krenohesh? Salmon alla Toscana. Edhe pak shparguj, lutem. Është një super recetë që e kam mësuar. Që e përgatitur në takimin ton të parë këtu, të parafundit si vjen. Të parafundit. Se si fundit s'është. Aty e mësova. U përgatita në shtëpi, e praktikova në shtëpi dhe më duket shumë fancy, më duket shumë luks. Përgatitja e salmon alla Toscana. Ose pse salmoni sigurisht nuk është një produkt që ne konsumojmë në jetën tonë të përditshme për shkak edhe të kostos, bëhemi edhe realist sepse nganjëherë duhet të bëjmë receta që nuk kanë edhe shumë kosto, sepse jeta është bërë e kushtueshme, jeta është bërë e vështirë, pse t'ja vështirësojmë akoma më shumë jetën vetes. Mirë, tani jemi drejt përfundimit, është kaq e thjeshtë kjo receta. Duhet dhe pak. Duan edhe pak të kapërdisin së bashku, sa të dallojmë perimet që ka një zbutje me sy të lirë, se zonja të gjithë gjykimin e bëjnë me sy të lirë, nuk e di për ty. Po edhe unë me sy, po. Edhe mund të shtonin perime dhe të tjera, po që i shkojnë kësaj familje ngjyrash, po kryesisht speci është më shumë për të shtuar edhe pak një shije ekstra, ndryshe nga që ndodh e shpargujve. Nuk preferohet shumë nga fëmijët, por mund ta bëjmë të dashur me djathtin që shtojmë. Pra, në momentin që shtojmë djathtin në fund, bëhet shumë herë më dashur për të veçlit që keni në familjen tuaj, po këtë rast Suriani ka bërë të dashur për veten e vet, nuk është se gatuam për të veçlit apo për tritur këtë supë. Se ke këtë pjatën tonë prezantuar, se ke vetëm salmon alla Toscana. Po, sepse më rre zemra fort për Italinë edhe me qenë. Edhe ke zgjedhur vendosa sjell Italinë në kuzhinën time. Mirë, ke nevojë të ndrohemi pak që do të ngjaj dobishëm. Mendoj se po, sepse do pres edhe pak nga shpargujt, edhe jemi gati në fund të bisedës. E shikon se sa praktike është kjo recetë, po, besoj se na duan dhe pak, se nuk është qëllimi vetëm që t'i shijojmë, por dhe të ketë edhe një prezantim të mirë të pjatës final. Sepse sa më shumë shparguj shtojmë, më jeshile do të jetë supa. Po, edhe është nga të raste që supa nuk ka nevojë për atë salcën e domates, salcën e kuqe. Po, jo, nuk kemi nevojë. Mësuar zakonisht ta shojmë për suprat. Supat përftohen më të shëndetshme, përftohen nga sa më pak perime, pa ndryshuar shumë edhe shijen e tyre negativ, se siç e shikon do t'i kushtojnë vetëm pak minuta në sobë. Na duhet edhe pak kapërdisje. Edhe temperaturën e kemi patur të moderuar gjatë gjithë kohës, dhe më pas do shtojmë ujë, dhe do sigurohemi që të zjejnë së bashku të paktën për 10 minuta, dhe më pas i kalojmë në mikser për të patur supën gati. Djathtin e shtojmë gjithmonë në fund. Këto janë këshillat e mia, se çdo bëj Suriani do ta shohim. Po më lër të surprizoj tani. Po. Unë po mendoj ti hedhë pak gjallë në fakt. Lajmin pse ke këtu? Lajmin sepse do ta hedhim në fund, supa pa lajm apo limon, sepse është gjithmonë lajm, se lajm ka një aromë shumë të mirë. Po pra, po disa njerëz preferojnë të hedhin limon ose për shkak të praktikisitetit që limoni ka, mund të gjendë lehtësisht në shtëpi, më shpejt se sa një lajm i hedhin supës limon, dhe sigurisht dihet që lëngu i limonit apo i lajmit jep një tjetër shije supës dhe e bën më lehtësisht të konsumueshme. Sidomos për fëmijët të cilët kanë vështirësi të konsumojnë supla, e sidomos perime. Po duke qenë se është një supë e cila mund të shërbehet edhe e ftohtë, lajm i jep një ndjesë freskësie në fund fare dhe shumë shije. Dhe përpara se të shtojmë ujin, unë do të pyes Surian, flasim pak edhe për te punës. Çfarë ndodh me pasditet e tua përpos palestrës edhe gjithçka e ti publikon në rrjetet sociale, aq pak sa na zbulon ti në rrjetet sociale. Na trego pak më shumë për veten, po merresh me veten. Me projekte mos më thuaj se këtë do të gjithë ftuarit e mi personazhe. Shiko Alma, me thënë të drejtën, projekte po merrem me projekte, s'më thon asgjë konkrete, më thuaj diçka konkrete. Ti e di që unë jam transparent dhe e kam vendosur kështu që ditën e parë që jam bërë pjesë e medias, edhe mendoj që funksionoi vetëm kështu, ndryshe duke mbajtur sekrete, po si jo. Tani, për hir të vërtetës, që kur ndërroj ora, siç themi ne në gjuhën popullore, ndërroj ora, edhe dita praktikisht më gjatë, prezenca diellit bën të vetën, unë pa diell nuk bëj dot. Sepse për hir të vërtetës në dimër duket sikur
sigurt e unë përjetoj një gjumë letargjik. Shkoj në shtëpi, shkoj në palestër, përgatitem. Po, gjumë në thojza, përgatitem për të nesërmen, jo ndonjë gjë të madhe, ndërsa tani që është dita shumë e zgjatur, prezenta diellit do të vetë dal nga liçeni ku jam në Tiranë, paktën gjatë ditëve të punës nga hëna në Premte, dal nga liçeni do ecje. Sigurisht më pëlqen të kaloj shumë kohë me miq, patjetër. Më pëlqen shumë të shoh filma, edhe qenë se kinematografia ka prodhuar shumë kohët e fundit, patjetër që shoh nga këto filmat e rinj. Nëse për shembull të tregoj cili është filmi i fundit që pash dhe qava, gjeje. Është Lilo and Stitch. Është Lilo and Stitch. Të gjithëve na ndodhi një katarsis emocional aty. Është shumë e vërtetë sepse më riktheu pas të fëmijërisë. Disney e solli ishte vërtet për të vlerësuar. Ja, të ndihmoj unë më një herë, sepse është me induksion. Edhe duhet mos ta lëvizësh të nxjerrën nga vatra e gatimit. Jemi në rregull tani? Po, shumë në rregull. Rritëm dhe temperaturën dhe presim sa sigurisht supa të zjej. Dhe ku e lam në bisedën? Ne lam bisedën tek përgatitja e supës, tek gjithçka që ti bë pas dite. Pasionet, dim që ke një lidhje të mirë me muzikën. Shumë e vërtetë. Çdo ndodh në planet e tua vi? Tani po konkretizoj dëshirat e mia që nga patur që fëmijë që do bëj këngë, Alma. Do bësh këngë më në fund? Do bëj këngë më në fund, jam në diskutime dhe po do bëj një këngë. Se për çfarë do bëhet këngë, nuk e di, mund të jetë një festival, që unë gjithmonë e kam ndërruar, ose mund të jetë një projekt imi muzikor, që sigurisht ta postoj në kanalin tim të YouTube, që se kam hapur akoma, po do hap momentin që do vendos. Na zbuloj diçka që ka shumë intime të vetën, por që në program nuk ta thot zakonisht të gjë, kështu që duhet gatuanim së bashku që të më tregoje që po përgatit një këngë. Po, duhet nxjerrësh nga comfort zone dhe ai dimensionimi përditshëm, të më sjellësh në kuzhinë apo në një të bëj ta bësh edhe supë edhe na tregosh se çfarë po ndodh me ty. Dhe po, këtë do bëj, domethënë do kem një material timin muzikor. Për hir të vërtetës, asnjëherë nuk e kam synuar as par muzikën si karrierën time, por patjetër duhet të jetë pjesë asaj gjës që unë do servir për publikun artistikisht, profesionalisht edhe ne ta urojmë me zemër që të jesh i përmbushur edhe në këtë drejtim, nëse është ajo çka ti ke dëshiruar që fëmijë, kështu që si kolegja, kolegut apo mikesha, mikut, të them më të mjaft suksese. Faleminderit shumë. Kështu që presim të dëgjojmë të material. Ndoshta do duhet kemi një ftesë të tretë në kuzhinë, një recetë më të mirë se kjo. Por sigurohu që do jetë takimi i fundit për sezonin televiziv. Po, prezantojë ti materialin muzikor. Unë prezantoj materialin muzikor. Edhe gatuajmë. Fillimisht gatuajmë, se po marrim edhe kohë sa të zjej supa, thuaj se duke zjerë. Gatuajmë recetën tonë të ardhshme, dakord? Dëgjojmë këngën time që unë do publikoj dhe pastaj do ta mbyllim me një luftë mielli. Ke parasysh kur njerëzit gjuhen me miell? Po pse çfarë jemi ne minimatura? Minimatura, tamam. E kam parë. Zëre se kemi kështu mbyllje cikli. E kam parë në një emision mëngjesi në BBC dhe më zhdukur gjëja më e bukur që mund të ndodhë në një mëngjes. Ti bëj muzikë se ne të gjitha të tjerat mund t'i realizojmë. Fantastike. Nuk e dim se çfarë mendon, çfarë mund të mendojë regjizori, por do ta pyesim kur vi dita. Ti ç'mendon për atë kolegun që ndan studion me të se kështu në pamjet parë. Kur bësh një rubrikë kuzhine, edhe të më ftosh mua në rubrikën tënde, do të tregoj unë gjithçka mendoj. Po në pamjet parë besoj duket mirë që mendimin e kam pozitiv. I mirë është, me thënë të drejtën. Ai kolegu që ke në studio. I mirë është. Pak në çfarë thot publiku. Gatuan shumë mirë. Çan gatimin. Nga këtu e nisi me pa vërtetë, të mërshme. Vjen gjithmonë orar. Edhe kjo është e pa vërtetë. Kur lë gjithmonë takime jashtë punës, është gjithmonë orar, se punë është po e përpiks, punë nuk ka diskutim. Tani s'ka ndodhur asnjëherë, ndoshta vetëm një herë kur kam qenë jo në gjendje të mirë shëndetësore, që kam munguar, nuk mendoj që ka ndodhur ndonjëherë që më marr. Jo, nuk e munguar. Jo, në program nuk kemi patur asnjëherë vonesë, po flasim gjithmonë për një orar që ne mund të lëmë gjithë si grup për të konsumuar një drek jo të gatuar nga ti, falë zoti, por nga në një vend ku takojnë. Do rritë të ngrënë. Ka ndonjëherë një vonesë të vogël pas dite, por të paktën në mëngjes është gjithmonë i përpikt. Ndonjë i thënçin. Mirë, kjo zeu, Alma. Kjo zeu. Do ta lëm edhe pak minuta, edhe më pas do sigurohemi që përmes blenderit të dorës të përftojmë një masë homogjene dhe ta servirësh. Aty pasi do shohim se çfarë ke përgatitur. E lëm pak minuta. Po. Mos e beso po deshe, është quajtur një program dikur Vizion+, po mos e besoni po deshët që Suryani e çoi deri në fund këtë recetë dhe më në fund kemi një rezultat gati përfundimtar se na duhet edhe ta frulojmë supën për
ta shijuar më pas. Syriani është me armë në dorë, ka një frulator. Po bëjmë Kështu që keni kujdes mos ndilni përpara njëtën e përditshme dhe jemi gati të frulojmë. Blender dore. Blender dore, grirës dore, se blender është prapë Hajde, anglisht, bravo, no? Japim ca mesazhe për shqipin ton të bukur. Atëherë, Tani vetëm kujdes se që të mos digjen. kemi vendosur përpara se po. Dhe mos bëjmë pis, nuk ka problem, se në kuzhinë jemi, kështu që jemi gati ta frulojmë. Frulojmë. Është pak folje e vështirë. Përzjejmë. Po. E përzim dhe e grim. Po. Po, mirë bën që të vazhdosh, se nuk është nevoja të rish kaq gjatë. Alma, po, tani unë vërtet nuk ka problem që mund të bëhem pis, por jo dhe aq pis. Si formulë kimie duke përgatitur supën. E shikon se sa hap pa pas më bëj. Ki kujdes, se po të erdhin sy kjo. Bëj shaka, se jemi drejt për fundimit. Dhe pastaj jemi gati ta servirim. Është një supë që mund ta shoqërojmë, ndoshta me një sallatë, ose me fileton e pulës. Siç ne kemi bërë dhe do bëjmë sot. Pra, ja hodhëm dhe sot dhe po ushqemi shëndetshëm. Besoj e kemi gati, nuk është nevoja. Unë e shoh me sy, se i flet ustas në dorë. Nuk po të ngacmoj më. E lëm Syrianin ta bëj kuzhinat e gjithë me supë. Edhe 3 sekonda, numra mbrapsht, Alma. 3, 2... E kemi gati. E kemi gati. E kemi realizuar në mënyrë perfekte. Do thua si nga shua jonë. Ja, unë do të ndihmoj me prezantimin? Po mund të prezantoj dhe vetë, pak të çoj deri në fund magjinë e recetës time. Po të ndihmoj me pastrimin. Mirë, frulatorin mund ta heqim nga priza. Jo, e lëm atë. Apo e lëm tu, se gjithë kështu në prizë e vendosim. Mirë, je gati? Gati jam. Frulatori. E lejë. Si e thashu? Di. E laj një fjalë në këtë program. Se çfarë thash? Frulatorin të gjithë në prizë e lënda. Siç tha një mik i studios, tha. Si tha? Konsumimi i cigarës shkurton cigaren, tha. E përshëndesim, nar ndoga ka tonë. Edhe tha dhe para një ditë është një intervistë. Mirë. Si me oreksin, ti ha shumë? Unë edhe dua dhe pak, se duke qenë se është recetë e shëndetshme, mos u kurse për mua. Mirë. Se zakonisht kur gatuajmë Ja, po edhe pak do hash, unë do bëj pak si nëna. Edhe pak do hash. Po do hash edhe pak pra? Se mirë. Frulatorin e lëm gjithmonë në prizë. Në prizë, dhe kur kryejmë episodi 2 në 7:05. Kur kryejmë punë me frulatorin. E lëm sërish në prizë. E heqim në prizë. Të lutem, ti thjesht pozicionohu. Po marr një lugë. Thjesht pozicionohu që ta shijosh. Çfarë do bëjmë si hap fundit? Hapi i radhës është Parmigiano Reggiano. Nuk e di si ja ke arritur, por realisht supa është në trajtën e dur. Se është magjia e kuzhinës, Alma. Si e me Parmigiano, do pëlqen? S'të pëlqen, do shumë, do pak më shumë. Është mjaftueshëm se. Jo, pa edhe pak tani. Se e bën Imam Bajaldi. Edhe pak. Që ngjaj bukur, Alma. Jo, mjafton. Tani? Unë jam fan si madh i Parmigianos. Okej, po të sugjeroj diçka. Për t'ia treguar edhe publikut. Të sigurohemi që të kemi një përzierje të lehtë. Jo, nuk duhet më tepër se si, duhet një përzierje pak e lehtë. Që mos të duket sikur e kemi flok dë bare. Sigur kemi flok dë bare, është ideja. Tani do t'i shtosh edhe çfarë? Sepse po ta shohësh, edhe na ndihmojnë dhe çumat në kamera. Po ta shihni, është një supë jeshile. Edhe kremoze. Dhe në qoftë se mbyll sy dhe imagjinon të jep ndjesinë e tokës. Ti këtë kishe qëllim që në fillim. Parmigiano sipër kështu Alma, dhe jep atë ndjesinë e dëborës. Okej. Mirë, tani për pak më. Vizualen e ka të qartë ky djalë, ai të qartë kishte edhe realizimin sot. Realizimin, hajde ta flasim, pastaj lajm është ky. Po. E kemi lajmin. Gjithmonë. Për pak shije, këtu jemi, le të njihemi siç tha. Ja ku e kemi. E kemi. E hedhim pak, Alma. Dhe pastaj sigurisht, po kjo është me preferencë, ne tham dhe në hyrje të bisedës, mund të hedhim pak lëng lajmi. Nëse duam gjithmonë, kjo është zgjedhje. Unë mendoj se është gati.
Do ta provoj më një herë, mund ma japësh lukën se do ta provoj më një herë. Me këtë do të prov? Po me këtë do ta provoj. Sa ta jap një lukë tamam, se tani kemi restorant me 5 hyje, ç'është punë kështu. Kemi marrë për pak marrim zyllim Michelin. Do ta provojmë, rralli provoj recetat live. Rrall, po duke qenë se u përpoqë shumë, jashtëzakonisht. E ka bërë me shumë dashuri, më besoj që e ka bërë me shumë dashuri. Uroj shumë se të pëlqej. Edhe unë uroj shumë se të jetë mirë. Dhe do të japësh një opinion të vërtet, jo absolutisht të opinion vërtet, televiziv. sepse nuk kam ndërmend të gënjej për progresin tënd në kuzhinë, se do duhet një takim tjetër pastaj. Kështu që unë shpresoj të kesh mësuar që të shihemi sezonin e ardhshëm. Po që ke bërë një punë të paqme. Do ta konfirmoj se unë jam shumë dyshuar. Masa e duhur. Jam gafore në horoskop, duke qenë gafore në horoskop. Ka nevojë për pak krip. Pra, Ka nevojë për pak krip. E dia që diçka i mungon. Më shumë parmigiano dhe do zëvendësonim kripin. E zëvendëson kripin. Mund ta provosh, të bëft mirë. Alma, faleminderit shumë që më I themi dhe publikut që t'i bëj mirë gjithë receta. Nëse e ka përgatitur në shtëpi, pulën nuk na nxorë ta shohim se si është, por po s'ka ndonjë filozofi të madhe, pula e marinon, e pjek dhe pastaj shton në tryez, apo jo. Po deshet ta servir. Nuk është nevoja. Duhet që ti jesh sa më në formë. Ne do shijojmë supën, edhe publiku të shijojë gjithçka Vision Plus ka përgatitur për ta. Bashkë do shihemi të dy sërish nesër në 7:05.